Aktivistja dhe ishe burgosura politike me Vlyde Saraçi ka rrëfyer për dhunën dhe torturat psikike e fizike që sipas saj janë ushtruar ndaj të burgosurave politike shqiptare nga gardiania serbe e burgut të Lipjanit, Nadica Cepkenović. Cepkenović është arrestuar para 11 muajsh në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës në Kosovë. Për fat të mirë, ne të gjitha ishte burgosurat kemi dhënë deklaratat tona me fakte dhe dëshmi dhe prokurori ka arritur në bazë deklaratave tona të realizoj padin për krime lufte ndaj asaj, por edhe 4 të tjerave të cilat do të gjykohen në mungesë. Sipas Saraçit, Nadica Cepkenović ka qenë jashtëzakonisht brutale dhe e dhunshme ndaj grave shqiptare të burgosura. Është fat i mirë që ne arritëm të jemi gjallë, të përjetojmë dhe të ndrojmë rolet tash në gjykatë, sepse ajo ka ditë të na përdorë si rob lufte, jo vetëm ajo dhe të tjerat, por tash në këtë rast po flas për Nadica Cepkenović, e cila ka pas detyrë të na shfaros, na poshtroj, na injoroj, na lën pa bukë, pa shëtitje, pa ushqime, na poshtron familjarët në vizita, ta shohin luftën e drejtë, ushtrinë çlirimtare të Kosovës, kombin tonë, djepat e fëmijëve tonë dhe gjithçka çka ishte shqiptare. Dhe tani po shpresojmë se më në fund gjykata do ta ndajë drejtësinë. Mevlyde Saraçi ishte arrestuar në vitin 1998 për aktivitete politike nga ish-pushteti okupator serb dhe ishte dërguar në burgun e Lipjanit, ku kishte vuajtur një dënim prej 6 muajsh. Ajo thotë se është për të ardhur keq se si Cepkenović dhe shumë serbet që kanë kryer krime lufte ndaj shqiptarëve janë lënë të lirë për vite të tëra.